أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar me emrin e Allahut te bareke ve taala po fillojmë me komentin, tafsirin e surës Al-Hashr. Surat Al-Hashr, Al-Hashr është grumbullimi, është tubimi. Është quajtur kështu kjo surat Al-Hashr, sepse në te ka ardhur që në fillim shprehja Al-Hashr, tubim, me kuptim dëbim të një fisi që fot të Banu Nadhir nga Medinja. Respektivisht nga një fshat i quajtur Az-Zahratu në periferi të Medinës, pasi që shkelen marrëveshjen që kishin me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe me muslimanët. Quhet edhe suratu Banu Nadhir,
sepse surja Banu Nadirit, sepse temë kryesore në këtë sure është këtë tregim, tregimi i fisit Qifut Banu Nadir. Andaj kështë të quan Ibn Abasi dhe nipet edhe me këtë emër. Kjo sure ka zbritur në Medinë me konsensus të gjithë komentatorëve të Koranit. Është medinase, siç thot Ibn Atiyya, Kurtubiu dhe shumë komentatorë të tjerë. Përshtatshmëria e kësaj sureje me surën paraprake Al-Mujadala. Në fund të surës Al-Mujadala, Allahu i lartësuar premtoi se patjetër ka për ta ngallënyer pejgamberin e tij dhe besimtarët. Allahu do të ngallënjej pejgamberin dhe besimtarët. Pastaj ndaloi muslimanët që t'i duan armiqt e Allahut, madje qofshin ata edhe të afërm të tyre, si prindrit, vëllezërit, bijt, farefisi e të tjerë. Ndërsa në fillim të kësaj sureje, cek se ai vërtet të triumfoi. Atje në fund tha, Allahu triumfon nga dhënien pejgamberin, këto nga dhëniu pejgamberin dhe muslimanët. Në surën paraprake flet për gjendjen e munafikëve, apo foli për gjendjen e munafikëve, të cilët miqësuan me qifotët. Ndërsa këtu tregon se çfarë gjeti qifotët. Atje çfarë gjeti munafikët, këtu se çfarë i gjeti qifotët. Temat kryesore të kësaj sureje, si cek më lart, temë kryesore është ngjarja e fisit Qifut Banu Nadir. Por ka dhe tema tjera të cilat i shtjellën kjo sure. Fillon me përmendjen, cekjen e asaj se çdo krijesë në këtë gjithësi, në qiell dhe në tokë, lartëson, madhron, i bën tasbih të madhit Allah te baraka wa taala. Me pas përmend mirësinë e tij ndaj muslimanëve me dëbimin e fisit Banu Nadir nga Medinja, të cilët mendonin se nuk ka kush çfarë që bëj dhe se janë të paprekshëm. E Allah ju kallëzoi atyne se nuk ka të paprekshëm në këtë gjithësi, dhe se fuqia e Allahut është mbi çdo gjë, dhe se kur vije urdhri i Zotit nuk ka kush që i del para. Andaj ndashmë më shefë mbyllën fortifikate, ndashmë kaloj ku të dush, se urdhrit e Zotit së një del para asë gjë. Ngrit dhe lartëson lartë çështjen e muhaxhirëve të ardhur nga Mekka dhe ensarëve Medinas, të cilët i përqafuan, i vllazëruan vëllezërit e tyre muhaxhir nga Mekka. Po ashtu i lavdëron edhe ata të cilët erdhen pas atyre burrave të mëdhenj sahabeve, ensar dhe muhaxhir, dhe pasuan rrugën aty burrave të mëdhenj. Zbulon gjendjen e munafikëve dhe koordinimin e tyre me qifotët Banu Nadir në dëm të muslimanëve. Përfundon sureja me cekjen e disa emrave dhe cilësive të madhit Allah Azza wa Jall, e që është një përfundim shumë i ëmbël dhe prekës. Rënditja kësaj sureje është sureja 98 e zbritur me radhë. Ka zbritur pas surës El-Bejine dhe para surës An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Ibn Ashuri thot se ka zbritur pas dëbimit të qifutëve Banu Nadir nga vendbanimi i tyre në vitin e 4 Hijri. Ka zbritur në vitin e 4 Hijri. Është sureja 59 e rënditur me radhë në mëshaf që kemi në para. Është 59 pas surës Mujadala. Ka 24 ajete.
445 fjalë, e thuhet 447 fjalë, ka 1913 shkronja. Këto e njohuri të përgjithshme të kësaj sureje të bekuar. Tani shkojmë të komenti e 5 ajeteve të para të kësaj sureje, të cilat vetësa i dëgjua me lartë. Ku i madhi Allah Azza wa Jall, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thot: Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Allahun e lartëson çdo gjë. Çfarë ka në qiell dhe çdo gjë çfarë ka në tokë. Ai është i plot fuqishëm, el hakim i urtë. Allahun e lartëson, i bën tasbih, e madhëron. 10 ajete të këtij lloji na kanë ardhur më herët dhe i kemi cekur dhe komentuar. Dhe se ulemat rreth këtij tasbihi të krijesave të Zotit kanë dhënë disa mendime se çfarë është për qëllim. Por në përgjithësi, nuk ka krijesë e Zotit e cila nuk e lartëson të madhin Allah, nuk e bën tasbih të madhit Allah, e cila nuk vërteton, nuk dëshmon në njërin apo mënyrën tjetër për ekzistencën apo ekzistimin e krijuesit te bareke ve taala, për njohshmërinë të madhe të Allah, për urtësinë e përkryer të madhe të Allah, për dijen e përkryer të madhe të Allah, për fuqinë e përkryer të madhe të Allah dhe kështu me radhë, çdo krijesë. Dhe kemi thënë atje që është në surët, ku kemi folur ndoshta më gjatë, në surët e Isra, ku i madhi Allah Azza wa Jall postirasat, thot: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk ka asnjë gjësend, ama asnjë gjësend, krijesë e ngurtë, e lëvizshme, e gjallë, e vdekur, asnjë krijesë në këtë gjithësi, kosmos, univers, e që nuk i bën tasbih të madhit. Walakin la tafqahuna tasbihahum, por ju nuk mund t'i kuptoni, nuk mund të arrini ta kuptoni tasbihin. Tasbih është me lartësu Allahun. Tasbih për njerëzë me thonë subhanallah, për njerëzë subhanallah, për neve. Tasbih është me thonë la ilaha illallah, me lartësu të madhin Allah, me lartësu të madhin Allah. Te bareke wa taala. Ose me thonë i lartësuar është Zoti, që është themini subhanahu wa taala. Tasbih është. Ose vesh me thonë subhanallah. Tasbih. I bëjmë tasbih Allahut, e lartësojmë atë, e njësojmë atë, e zhveshim për të mjetave të, dëshmojmë se është një, është i vetëm, i pa nevojshëm për askend, çdo kush ka nevojë për të. Tasbih. E përkujtojmë atë. Dhe kjo është tasbih. Tasbih, bëjmë Allahut. Ndërsa krijesat e tjera, secila në formën e vet. Për shembull, kemi cekur atje sa herë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka cekur shumë krijesa të cilat i bëjnë tasbih Allahut. Atje knusi gjelën me ngjezi bën tasbih Allahut, të thret azanin, pastaj thret Zotin e shtëpisë, transmetim rivajet, të çu madhra e Zotin tant. Atje hadithi tjetër mëse mbet një bratkosen sepse ajo farë zhurna sa e mbrëmje i bën tasbih Allahut te bareke ve taala, dhe ato e kanë me mbrëmje me akşam. Ato e kanë me akşam, se kanë me sabah. Me sabah e kanë shpes të zëtsht. Krejt i bojnë tasbih Allahut një herë, e tani dalin me lip rrezik. Krejt shpes. Subhanahu wa taala. Se dhe që tjetë, pra, s'kem që azasë ma shumë këtë ajet koranor, nuk ka diçka që nuk i bën Allahut tasbih në qiell dhe në tokë. Wa huwa al-aziz. Ai është i plot fuqishëm, te bareke ve taala. Është i pamposhtur, është i fortë. El Hakim është i urtë. Fjalët e tij janë të urta, veprat e tij janë të urta, feja e tij është e urtë, dispozitat e tij në halal, harami, urdhëresat, ndalesat janë të urta. Të urta në kuptim janë në vend të duhur, janë me vend. Nuk ka diçka që ka flet Zoti e që nuk ka me vend. Nuk ka diçka që ka krijuar Zoti e që nuk është me vend. Nuk ka diçka që vepron Zoti e që nuk është me vend. Nuk ka diçka që ka urdhëruar Zoti apo që ka ndaluar Zoti që nuk është me vend. Kjo është urtësi e përkryer të madhe të Allah.
Për atë s'ka kush që del dhe më në poshtë një urdhër të Allahut, po ashtu nuk ka kush që mund del dhe e vërteton të kundërtën e ndalesës së Allahut, të zame për alkohole, për mishderet, për zina, për vjedhje, për vrasje, për harame që i ka bëj madhi Allah. A ka dalë dikush këtë dynja dhe mundu me fakte me vërtetu, me mposhtë të thoi za këtë teori të islamit dhe me thonë se që ne vërtetojna që atë që ka thonë Korani se rakia, alkohol është dëmshëm, dhe se agjerim është dëbishëm, dhe se mishderet është dëmshëm, dhe se shtasën ngorë dhe rënë të dëmshme, dhe se pirja gjakët është dëmshëm, është ndaluar, me vërtetu të kundërtën, se së është ashtu s'ka, s'mund. Dhe jeri në kiamet. S'mund, del. A shëfërëcia Zot i urtë, çdo gjë në vendin e vetë. I plot fuqishëm, i pamposhtur është i madhi Allah. Pjesë e kësaj fuqie të Zotit është ai që cek Allahu në ajetin vijos. Pra Allahu po tregon njerëzve, këto muslimanëve dhe atyre që ndëgjojnë dhe që vinë më pas, se Allahu t'i bën tasbih çdo krijesë. Pra i nënshtrohet atina. I nënshtrohet atina. O me qef, o me zërë. Dhe se s'mund del jashtë asaj që e ka përkufizujt i madhi Allah. S'mund dal. S'mund dal. Nuk mund. Dhe t'hipen qilë nuk mund të dal nga ajo çka e ka caktuar madhi Zot. Jashtë ligjeve të Allahut thuj ndryshe që Zoti i ka vendosur për atë krijesë. S'mund. E pastaj pra po e tregon në fund se është i plot fuqishëm më madhe Zot, fuqia e tij është e madhe, e pafund. Dhe kur do me bëj diçka bën, dhe s'ka kush që del parë. Dhe ja një pjesë e fuqisë së tij. Dhe ja, thot në vazhdim. Ajetin e dytë, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr. Është ai, pra thaj plot fuqishëm, është ai që i nxorri prej shtëpive të tyre. Ata i thtarë të librit që nuk besuan në kohën e dëbimit të parë. Është ai i cili i nxorri prej shtëpive, prej vend banimeve të tyre. Ata i thtarë të librit që nuk besuan, që bën kufër në kohën e dëbimit të parë apo në dëbimin e parë. Është fjala për fisin Banu Nedir. Një prej tre fiseve që futet që jeton në Medinë. Është ai i cili i nxorri ata, i dëboi ata nga vendbanimet e tyre në periferi të Medinës, nga kalat e fortifikatat e tyre. I nxorri ata kanë nga i thtarët e librit të shahid. Min ahli al-kitab, i thtarët e librit të shahid, me konsensus, këto është fjala për një fest të qifutëve, e quajtur Banu an-Nadir. I nxorri min diyarihim për vendbanimet të tyre, li awwal al-hashr, në dëbimin e parë. Në dëbimin e parë. Në dëbimin e parë, jap me kuptu se ka edhe i dyti. E cilë është i pari, është këtu. Pra, Allahu po thot, nuk ka ndodhë më herët që ky fes që fut, Banu Nedir, i cili me origjini vijen nga Haruni a.s. Janë pasardhës të Harunit. Nuk ka ndodhur më parë që të dëbohen këta në këtë formë, për i vend banimit të tyre se që dëbuan këto. Ama kjo është hera parë. Pik. Ko hera dytë, s'pa të regoni madhe Zot. Po ama kjo është hera parë. E ulemat e selefve, Ibn Abbas e sahabet, habine, komentatore, me van, Ibn Arabi, për shambull, thot, këto jep e kuptu se ka dhe dëbim të dytë. Madja i thëtë se ka i të parin, dytin, tretin. Dëbimi parë. Anëpse në hashr është në këtë vend kura anë këto, është më shumë
ka kuptimin me dëbu, sahih, dëbohet, nxirret. Por kuptimi el hashr, fjala e el hashr është të bim, grumbullim. Për ata dita e kiametit, quhet yawmul hashr, dita e tubimit, dita e grumbullimit, nga se madhi Allah i tuban, i grumbullon, i tuban krejt krijesat e tij në një vend. Pra marrët pe kontekstit kësaj fjale që është përdoret në fjali. Në kuptin përgjithshëm, kur ndëgjon këtë fjalë arabisht, ai që merr bashkë me gjuhën arabe thotë po flitet për një tubim diçka, për një grumbullim. Por në kontekst, sikur se këtu këtë ajet, e kupton se është fjala për dëbim, për nxjerrje jashtë, me përzan, thuaj se ti dush. Pra, dëbimi i parë, pejgamberi të i dëbëj, Allahu po t'i nxjerrë Zoti qiti jashtë. Tash flasim ç'është ndodhi, që ka ndodhur ngjarje pak më vonë, por Allah po tash i nxjerrën. Allahu i nxorri e dëbëj, ama kjo është hera e parë. E hera e dytë, kanë thonë pej Hajberit, sepse prej këtu u dëbuan për Medinës dhe shkuan në Hajber. Qyteti e Hajber parafërsisht është 155 kilometra prej Medinës, në drejtim të Jordanit, në drejtim të Palestinës. Dhe që futet, krejt që futet, e din mirë Hajberin, nuk ka që fut që nuk e din Hajberin. Krejt e din Hajberin. Krejt që futet, sepse mësojnë historikisht. E dyta është pej Hajberit në zërë, kur do dhe lufta Hajberit pak ma vonë. E më pas, Omeri dhe bëj përfundimisht në kohën e vetë, kur ke kalife për në Sham. E treta, që thët Ibn al-Arabi, është kur do të mlidhen të bohen në ditën e kiametit. Se dhe që tjetë, kuptimi, e rëndësishme është se i madhi Allah për thëtë. Allahu është aj, i plot fuqishëm, i cili, i dëbëj, i nxorri. Ata të cilët bën kufër, nga jethtarët e librit, në klapa, fisi bënu në dirë. I nxorri nga vetë banimi i tyre, dhe kjo është dëbimi i parë. Ma dhanantum e jakhërgju, jo nuk menduat sa ata do të dalin. Sua mërmendja juve. Wa dhannu annahum maniatuhum husunuhum min Allah. Po edhe ata vetë nuk menduan se do të dalin ndonjëherë. Menduan se kalat e tyre, fortifikatat e tyre do të mbronin prej ndëshkimit të Allahut. Ju e se mërmendja kurrë musliman, se do të vijë një ditë kur ata të dalin, do të dëbohen, do të nxirren pej fortifikatave të tyre, po edhe aty në vetë se mërmendja, edhe ata nuk besuan kur. Pra, simbas ligjeve të insanit, pas ka qene pakapshme, që të dëbohen ajtës që fut prej Medinës. E çfarë ndodhi? Për ta kuptuar këtë, duhet kthehemi nga ngjarja historike, e cila ka ndodhur më herët. Respektivisht, kalimthi do të shkojmë tek hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam në fillim, kur bëri shpërngulje nga Mekka në Medinë. Shumica juaj e din se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur erdhi në Medinë nga Mekka me një grup sahabësh, në Medinë gjeti arab, dhe shumica ishin arab, por gjeti edhe qifut. Arabët ishin dy pjesë. Në pjesë e kishin pranuar islamin para se marrë pejgamberi, alayhi salatu wassalam, nëpërmjet Mus'ab ibn Umerit, të cilin pejgamberi kishte dërguar një vit para se marrë vetë. Dhe gjatë këtij viti, Mus'ab ibn Umeri kishte bë aq davet madh, saqë thua se nuk kishte mbetur shtëpi në Medinë tek arabët të qifut, që nuk kishte depërtuar islamin, thuase. Pastaj, me pejgamberin erdhen edhe arabë të tjerë nga Mekka. Po e pranuan islamin edhe më njëherë shumë arabë të tjerë dhe bënin shumicë muslimanët.
por një pjesë mbeten pagan, idhujtar, moshrik që kanë qenë. Pjesë e Ausit dhe Khazrejit, dy fise kryesore që përbënin komunitetin arab në Medinë. Grupi i tretë, apo pjesa tjetër ishin qifotët, që ishin 3 fise qifute. Banu Nadir, Banu Qaynuqa dhe Banu Qurayza. Këto 3 fise qifute, në parim nuk ishin origjinë arabe, këti vende, as ishin arabe, as kishin bënë me Medinë, as me kur gjë. Këta ishin ardhacak të cilët kishin ardhur nga Palestina në shekullin e parë të lindjes së Isaut alayhis salam, pasë që ndodhi që ka ndodhi me përpjekjet e bizantinëve e me shpionimin e disa qifutëve thtarëve të Isaut, bashkëmësve të tij, popullit të tij, për ta shpionuar tek ushtria bizantine, për ta vrarë, e ndërsa me vrarë nuk mujten, e ngriti Allahu në qiell dhe pastaj i ndoqën vrash dhe ashpër krejt i thtarët e Isaut. Dhe historikisht dihet se për 300 vite radhazi nuk ka pasur kush guxim, dhe këtë kemi se edhe në sa herë, nuk ka pasur kush guxim me u deklaruar se i krishter. Deri në ardhen e Konstantinit, i cili e zyrtarizoi në vitet 325 të lindjes së Isaut, e zyrtarizoi krishtërimin si fe të perandorisë së tij. Pra ata bën një ofenzivë të vrarë, të mërshme kundër çdo i thtarit të Isaut. Dhe bën edhe krime kundër qifutëve. I shpartalluan me pak fjalë qifutët. Andaj qifutët në histori e kanë për ditëve të zeza që i kanë është kjo kohë e tyre pas ngritjes së Isaut në qiell. E rëndësishme është këto fise qifute kishin ikur, disa kishin shkuar në për Sham, ishin shka për derdhë, ishin shefër, disa në Yemen, disa në Afrikë atje. Këto kishin ardhur në Yathrib, në Hajber, qifut, këto kishin ardhur në Medina quhen të Yathrib, kishin ardhur të 3 fise, me pretekst, me synim, me qëllim, që të qëndrojnë në një vend ku nga e vend pritet të dal një pejgamber dhe që dal i krah këtyne qifutëve. Pejgamberi i cili ishte përshkruar në detaje në librat e tyre të shejta. Dhe ata e dinin fort mirë edhe cilësit e atij pejgamberi. Jarifunu kema jarifun ebnaehum, Allahu ka thënë njohin pejgamberin siç i njohin bijtë e tyre. Të birin tënë me pa mes 1 milioni njerëzish, të e njeh birin tënë. Por nuk e pranuan vetëm pse ishte pej arabë. E rëndësishme, pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditët e parë dhe muajt e parë në Medinë dhe këtë parë, i kujtoi bëri një marrëveshje mes muslimanëve dhe mes qifutëve, 3 fiseve qifute, që më pas u njoh si kushtetuta e Medinës, e që nifet e kushtetuta e parë në rrozullin toksor, ku pjesë e kësaj kushtetute, marrëveshje, ishte që të jetojnë, të bashkëjetojnë në një njëjtin qytet, që secili të jetë i lirë në fenë e vet, të ketë drejtat e veta, pastaj bashkarisht ta mbrojnë qytetin. Dhe jo vetëm kaq, por të kenë kujdes edhe nga armiqtë e jashtëm, mos të bashkëpunojnë me ta. Dhe nëse ka nevojë njëra palë për diçka, më gjint pala tjetër. Pra, apo bëjmë një kojshillak të mirë të mirëfillt. Tash kjo është temë në vete, që është çështje historisë, ku ai bekuar nuk ndoqi rrugën e shpalljes së luftës dhe të armiqësisë kundër të tjerëve. Ja, ma çfarë, por ndoqi rrugën e një fshqinësie të mirë.
dhe një tolerancë e bashkëtese në një qytet, se ka vend për të gjithë. E që kjo është pej madhështisë kësaj feje, që është temë në vetë dhe është bazë pej bazave të shariatit islam. E rëndësishme pjesë e kësaj marrëveshje ishte në fisi Banu Nadir. Mirë shumë. Po ecën ditë. Mekasit nuk pëllojnë rahat në Medinë muslimanët. Dhe ndodhi lufta e Bedrit. Fituan muslimanët që fot veç për rrimë. Veç po vëzhgojnë. Kur fituan muslimanët luftën e Bedrit, këta fisi Banu Nadir thanë, shehni, Muhamedi mirë ka, shetë që kjo në hak, i një maj Zoti, fitaj. Por, dënjaja është rrotë. Erdhe lufta e Uhudit dhe muslimanët hopen. Pësum dhe sfat, kështu deshte Zoti. Atje fituan, këtu humben. Dhe ju vranë rrëdhë 70 për burrave të mëdhejt muslimanëve në Uhud. Në kërë ty në Hamza, agja e pejgamberit, alayhi salatu wassalam. Ta shkërro për musliman, këta që fut për thujnë, pa shë, me kanë ke pejgamberit Zotit, kishë një mua Allahu. Pa sa kanë pejgamberit Zotit kë. Dhe filluan paksa të rebelohen. Por, dytët për hecin. Po vazhdojnë. Dënë Allahu, në vitin e 4 Hijri, mes luftës e Uhudit dhe mes Hendekut. Luftës e Hendekut. Në vitin e 4 Hijri, një njeri nga Nejdi, nga Nejdi Krahin, në mes të Arabisë, me emrin Ebu Barra Amr ibn Malik, erdhe në Medinë të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha, o Muhammed, kemi nevojë, na jena disa muslimana për do fisa atje, thellë në Arabi, zemrën e fiseve arabe atje. E kemi nevojë, jena do musliman, kemi nevojë me na dhënë të neve disa njerëz, misionar, të cilët dinë me lexu Kur'an, dhe dinë mirë, me na mësojnë neve fen atje. Pejgamberi tha, po kam frikë shumë. Sepse pak muj më herët, ja kishin marrë të shtë pejgamberit 10 veta dhe ja kishin vratë të gjithë. Ja kishin qitë kur të ja kishin vratë. Ja kishin marrë me pretekst se për në vjone e mësu fejnë. Se kanë dalë jashtë a Medinës, në të këfisi Hudhejl, u a kanë zapritën dhe i kanë bërtë. Me preshtim të dy pytyne të cilët është tërgjimi i gjatë për ta. Mes një pytyne Khubejb ibn Adi, të cilin e kanë zadë rëpë pasta, e tjere ndodhë që kanë ndodhë dhe vrajten në Mekasit në Mekë si hakmarri për Bedrin. Kështu që pejgamberi tash po tutet mja dhanë, Filip 70 shumë. Thot po tutna, nuk i besohet Arabëve ati bedojnëve. Tha, unë kur të epi fjallën, mas ki dertë. Pejgamberi me frikë po, me tut po, ama që me thonë? Ta shkët vjen dikush sot, të thot ty, kam nevoj me arë me mësu fejnë, temë që atje. Ti në ashta si beson fort, në ashta mund para gjikash, mund edhe tu të shka pak. Po ti ki bërë që me shku. Tash, një në nanë nuk i beson, po nanën tjetër, dhe hezeta nanën tjetër, të shtynë përgjithësia që ki ndaj fesë. Ki përgjithësi ndaj fesë. Dhe të ardhën të nuk e din. Të msheftë nuk e din. E shos pejgamberit të nuk e ditit msheftë. Dhe pajtoj. Java 70. Krejt hafuzat Koranit. Pre burrave më të mëdhej. Pre ibadetgjive më të fort sahabë. Që ka ndodhe? A i me një grup njerëzësh, jo vetën, pa i përflet në amën tjerve, i murë këta 70 dhe bënë 70 vetë. Edhe me të sa ishin bashkë me Ebu Barra, Amr ibn Malik, edhe përshkojnë rrugës. Kur shku në vend të quajtur Bir Maune, pusi Maunës, i qitën kurth. E këshin pregadit kurthe me dalë të tjerë para, të tjerë mrapa, mes kodrinave, ka mja majt. Dhe i në zonën e Sulmun e i vrajten deri në fund.
Dënë Zotin mesin e këtyre 7-10-ve, 2 veta jenë met mrapa. Pa pas e gjell, nuk vjen e gjeli, nuk vdes njeriu. 2 veta jenë met mrapa, për nevoja atyne fiziologjike, jenë met mrapa. Ta shta të bollaf qetë, pishkojnë për mas atyne, po nuk pishohin tashmo. Dikur këta pishofin do shpez, të enë, të sil, dhe pishofin edhe shpez, kanë kapë mish ngoj. Arabt janë të mësuar me kësa raste. Kur shofin që ka shpez, lyp uj, ka uj, dikon ka aty, i kanë do farë instikte që ndryshe për vendeve tjera, për njerëzve tjera. E thot njëni tjetërit, diçka nuk ka në rregull. Diçka nuk ka në rregull këtu. Që të shpes që pënën, po sillen, mbi qatë vend. Edhe se duket pas kanë ngojë diçka nuk ka në rregull. Halli të mshefëm, ma shkëm drejt rrugës, në përkotra, ka dole. Të këqyrëm që ka. Kur afrohen afer, të që kë post bënar, me unë kështë është quajtur, shofin krejt shokët e vetë, vra, të vdekon. Bile ka një shpens, për shkojnë për hajnë, pjesë trupit, pa marrën. Njani për i tynë e thëtë, anë më nuk më jetaj. Shokën e kam vranë, nuk më i më. Dhe bën tërë, sa ta dukon halat të pari armiq, bën tërë drejt tyne. Dhe lufton me ta sa lufton, e vranë sa vranë një, Allahu alem, dhe vraj. Mbetet e një vetëm. Këj funit, këja, dhe të onë nuk përshkaj. Kë e ka pas emnin Amr ibn Umayya. Këj fundit. Tha onë nuk pa bëjt tërë me shkut e ta. Jo se dhe të me ditë pejgamberi që ka ndodhë. Allahu ja kujtoj. Dhe të me ditë pejgamberi. Dhe pja që u lajmë në pejgamberit. Andaj unë e ka dole për të rhiqëm. Edhe vrap është keni me di, me lemru pejgamberit Zotit se kështu dhe kështu në bënën ata. Edhe vetëm që shpetoj jamon. Por rrugës të arë këj gëzumë, duke këthynë me di, e takaj 2 veta nudhe. Dhe pa një pa 2, këj bënë tërë dhe i vranë të 2. Asë që i vetë nga jeni bile. Duke me ndu, si janë për ishtë fisit, Benu Malik, prej fisit që i këshin tratu, që i këshin vrarë. Ta është më hakmar, instiktin njeriut më hakmar për shokët e tina. Por ata të 2 nuk këshin qëllun nga fisit Beni Amir, por këshin qëllun nga fisit Beni Kilab. Këfes Beni Kilab ishte në periferi të Medines, ma afer. Dhe këtë ashtë vjen në Medinë dhe i të regon pejgamberi kështu dhe kështu që ka ndodhur. Po ndërkoj të regon se ka vra 2 veta. Dhe mirët vesh se këta 2 veta që i ka vra kë Amri në hakmarri për shokët e ti, nuk janë të ati fisit, po janë të fisit Beni Kilab që muslimanët e Medinës kanë aleancë me ta, kanë armëpëshim me ta. Kanë marrëveshje, paqe me ta, janë paqe. Andaj nuk bënë, me shkel paqen, musliman nuk e shkelin. Tash, 2 bela këto. Belaja e parë, pejgamberi humbet ata shokët vetë. Dhe o mërzet, shumë mërzet, alehi salatu o selam. Po belaja e dytë, se tash do mi luft me këtë fisin tjetër, dhe i del të lashe tjetër, bëllë kanë të lashe me kaset atje, pësun disfat me dine, për në hëdët i tjerë. Halli bin negociata, mja pagu gjakon. E 2 vranve, fisit Beni Kilab. Ka 100 deve për të 2. Ta pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëron shokët e vetë me mbledh dijen, sa i thoj dije, me mbledh parën, pagu dijen, në Medinë. Tek musliman, ama edhe tek që futet. Tek që futet, shkon të këfis vetë, me një 10 veta për afërsisht. Dhe o thët fisit Benu Nadir, jashtë Medinës. Thët marrëveshja jonë është
na mi ndihmon njani tjetërit, po qashtu është. Na tani kem nevojë ndihmë për juve. Çfarë nevojë keni? Ka ndodhur kështu dhe kështu dhe kështu, dhe më na ndihmu diçka, sepse çifut kishin parë shumë. Çifut ishin kolumtar, ta kishin ekonominë me dinës në dorë, se sa që kanë ekonominë të dunjas. Më na ndihmu. Është pjesë marrëveshjes tonë. Ata thanë, pa, me njëherë, veç apo ulish me priti që atë, prit që atë, na mranat konsultohëm atje, paria jonë, edhe të qyrëm, që ka ta mujna me të ndihmu. Pejgamberi, alayhi salatu wa salam, pështetet për muri që atë, edhe pa pret. Me të Ebu Bekri, me të Umeri, me të Aliu, dhe disa sahabë të tjirë. Që fut kër hinë mrena, më konsultu me zveti, këta fisit bënu në dirë. Pra im të folë për shkakon, pse Allahu i dëbëj këta njerëz për Medinës, që shë bënën këta grupën veti. Këta që fut, paria tyne, po bisedojnë tash, që ka me bo, halë që ka me bo. Dikush për tyne tha, ojo njerëz, lene që fartë një muni këtina. Unë kam një ide tjetër, aja pështet për muri. Të shqip dikush naltë mi pëllazë, e me marrë një guri me azionë kry, në rahatan, në hekë qafësh, e rahatan, në rahatojnë, këtë vend. Dikush e tha për këtyne, mos gabani, se ka me informu Allahu. E din ata që pejgamberi Zotit. Për i natës e lente me besu, mos gabani, se kini mja pa shirën, sepse Allahu ka me e informu për këtë përpjekje, për këtë atentat. Të tjerë thanë, ide e mirë kjo. Kush e banë? Duljanë tha, one. Dhe hipja aj, edhe përshkëm për kap gurin, me kap gurin, mja gjup i nga mirët me kry. Dhe sa hipja aj nalë, dhe kap i gurin, Gjibrili më rriti poshtë. Dhe pejgamberi që shpejt, një shpejt. Pejgamberi pa qilë gojen, veç që pap, hipin deve dhe shpejt për jetës. Asë një fjallë. Sahabë, që ka e gjetë, që ka u ban, që ka ndodhe, dhe përshkën për mas naturisht, që këshin traditë sahabë, për mas me shku. Dejnë mbrejtën me ti. Kë mbrejtën me ti, tha një Rasulullah, diçka ndodhe. Tha, papa, ndodhe. Erdhe Gjibrili dhe më tha, kështu dhe kështu, Muhammed, këta janë bogati me bo atentat. Ndaj teje, me ta hedh një guri, andaj largohu. Që fë ta shë kupton se allajmi, se Allah e informajsh, por o bo kjo punë. Që i bje kja ta është përpjekja që futve me mbra pejgamberën është prishe marrëveshjes që kishë në prej vitit parë hijri, kur ka arë pejgamberën në Medinë deri ta në vitin e 4, në Rabiul Awwal viti 4 hijri. Ke bje që automatikisht marrëveshja me pejgamberën dhe musliman do prish. Këtë prish marrëveshja jenë gjendje lufte. Që futi din të sene. Po, qa me batësh? Pejgamberi nuk pret kur gjë, nuk kujtohet kur gjë. I thët një Abdullah bin Meslemes, më njëherë më qu e më shkue tek që futët. Më njëherë më qu më shkue. Dhe me thonë këti fisi bënu në dirë. I kim një 10 dit të fatë. E thuat ata kanë libë 10 dit të fatë. Me mbledh plashkat e juve. E me lëshu me dinën. Sepse këni shkel marrëveshje. Për ndryshe pas 10 ditëve, ai që mbetet në Medinë, respektive shtëpiat e tyne, le ta din se gjaku i tina nuk është i mbrojtur. Pra në luftë me neve. Mesleme për cilë këtë lajmë, edhe o këthyje. Që fotët, o kujtun që me bo të këme ba. Po konsultohen me zveti,
Qysh me bë, tek me bë, çana gjet, pse bën këto, befajson njëri tjetrin, andeje, këndeje dhe në fund vendosen të nënshtrojnë ti urdhri. Urdhri komandantit supremikit Medinës, e që është Rasulullah, ki me lëshu Medinën, ma mirë shumë e paq, nuk për të nguci se sa e kundër të asajna, e që mund me të kushtu me jetë. Kompromis nuk ka. Dhe filluam të pregaditën, plaskat e tyne, për me ikë. Këtu tash ndërhyn një palë e tretë. Ndëgjan Abdullah bin Ubej bin Seluli kreu i munafikëve. Dreqi dreshën e vetë Medinës. Ndëgjan për këtë ngjarje që ka ndodhur. Dhe shkon tek paria fisit Banu Nadir. Dhe i thëtë, qka jeni halakate, qka ju ka gjete? Ata i të regojnë, thëtë, hej, po në vogël o kjo. Që shë një kërsnimi ka shtë vogël me dërzu. Për qa e më në këto? Po në kam 2000 veta. Për e t'jam synë Muhammedin gëzof me artë të ju. Unë me 2000 veta që të jam i mbrojt juve. Pas të e këni harru që keni dhe vllaznije ju fisin Banu Qurayza. Pa dhe ata ju vinë në krah juve, bre. Pas armatimin e keni, sa paran e keni, sa ashtarin e keni. Qfar dërzoni? Qënërani? Thëjnë mire ki. Dhe ndrojnë mendjen, vendosin me najtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishkan lajme se që fotët nuk e zbatën urën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ta shtu pejgamberi ra në halt madh, sepse nuk ishte në gjendje të favorshme. Ama dohet me bëhet diçka. E la Abdullah ibn Mektumin, tha ti e përgjes për Medinë të kthehnanë, ju tjerë të shtartë në mu. Dhe shkuan, e rrëthuan krejt, kalat e tyne. Për 6 ditë radhësi. E thuhet 15 ditë. E disa historianë thujnë 21 ditë. I rrëthuan. Ata futën brenda, i mbyllën dyrë të kalave, dhe po presin çka u ka bëhet. Po presin çka u ka bëhet. Njëtën kohë po presin, mos për vjen ndihma prej munafikut Abdullah bin Ubej bin Selulit, me 2000 vetë, s'ka. Fisi tjetër që futve, sa ta s'pagëzojnë me afru, sepse pejgamberi rrethej. Rrethim plot, mos me lanë asnjë me ikë dhe asnjë tjetër me u fut me ndihmu. Edhe qa me batësh ata. E Allahu ta shtregon se si mposhti ata që fut. Pra, ata e bënën punën që më e nxirr Zoti pe vendbanimeve të tyne. Dhe jasa se rrjedhi tregimi që thot Allahu në vazhdim. Pra Allahu tha, për përsërisëm në njëherë, Allahu është ai i cili i nxorri ata që ishin jo musliman, që bën kufër që mohuan, prej thtarëve të librit, fisin Banu Nadir. Min dijarihim, nga vendbanimet e tyre, li awwalil hashr, e që kjo është dëbimi i parë. Ma dhanantum e yakhrujju, ju musliman, kur s'keni mendu si ka shku mendja që mundën ata me dalë. Pse? Sepse numër kanë qenë shumë. Armatim kanë pas shumë. Fortifikatat forta. Të me muj më në rrëthan ata, ushqim ka mrana, me muj, mrana sën hin. Pra muslimant kanë thonë largë me që shke punë që na me bërë diçka ndaj tyne. Po edhe ata u dhannu ennehum maniatuhum husunuhum min Allah.
për edhe ata menduan se fortifikatat e tyne kanë me mbrojtur prej Allahut, i që bie prej dënimit Allahut. Pra edhe ata mashtruan në numrin e tyne, në armët e tyne, në fortifikatat e tyne, në premtimet e tyre nga Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Dhe menduan se s'ka kush që nxjerr piktuhet, as Muhamedi, as kërkush hiç. E Allahu po thot: "Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu." Por Allahu i madhruar, apo dënimi Allahut u erdhi atyne nga nuk e menduan fare. Dënimi Allahut e erdhi nga ajo anë, apo ai drejtim, apo ajo mënyrë që nuk e presnin hiç. E cili është dënimi Allahut? Allahu thot: وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allahu i madhruar hodhi, lshoi në zemrat e tyre frikë. Frikë, ne kemi në gjuhën tonë frikë e madhe, frikë e vogël, frikë. Gjuhën arabe janë disa shprehje për frika. Prej frikës më të vogël, se tëtë, kur të dikosh për ku dion, deri të kjo frika që kjo robë është kusht po në nasgoja, as po në dur, as mushet menja, as një nyje trupit në vend vetë nuk rre. Frikë e pa përshkruar, që kjo frikë, gjuhën arabe, robë, është ushtri prej ushtrive të Allahut. Madje është ushtria më e fortë të madhe të Allahut. Pejgamberi ka thënë në hadith e Xhabirit, transmetim të hadith të Buhariut, Buhari dhe Muslim: "Wa nusirtu bir-ru'bi masirata shahr." Dhe jam ndihmuar, jam ngadhnyer me ru'b, me frikë, në një distancë larg, distancë kohore me ecë sa 1 muaj ditë. Pra 1 muaj ditë larg, dhe shkurt nisë pejgamberi piktuhet, 1 muaj larg, atje ata armisht i kap friga, ankthi. 1 muaj larg. E lërë mo, pejgamberi është rreth fortifikatave kalave të tyne. Pra Allahu e zgjodhi për armiqt e tij dhe pejgamberit e tij në këtë ushtri, këtë lloj ushtrie, e që është futja frikës në zemrat e tyre. Dhe ata më o dërzuan. S'ka takat, s'ka fuqi, se në ma shpatën dorë, s'fënë del për para muslimanët, as kërkujnë ashtarit. S'në fletë, s'në kërkan falje, heqë kur që. Në qëtë formë Allahu i dënoj ata njerëz, respektivisht u aqej këtë mënyrë për me nxjerrë për vend banimeve të tyre. U qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, u alshoj frikën në zemrat të tyre. Dhe çka ndodhi? Dhe thanë o Muhammed, po pajtojna me atë që vendosti me hukmin tanë. Ata tashmë pas ti rrëthimit gjatë, dhe pasi u dërzuan, po mendojnë se pasi shpreh nga dëshmërimi u dërzu, po shpresojnë më spegjojnë në i farë mirëkuptimi me pejgamberin për menet Halemedin, me dhanë pare, kishatë, s'kështën problem. Por pejgamberi ishte i premë. Andaj ju tha, hukmi jam është për juve, vendimi jam për juve është me marë familjet e juve, gratë e fëmijët. Nga pasëria ju merrni çka të dëni. Sa ban devja, apo kali, apo gomarë nëse kanë apo mosh. Me përjashtim të parave, me përjashtim të armeve.
Me përjashtim të armëve, jo. Armë ka me metë këtu. Pa armë, me dalë. Nuk patë zgjedhje tjetër. Dhe kështu vepruan. Dhe secili prej tyre filloi t'i mbledh plaçkate, gratë, fëmijën e krejt, sa bandevja, edhe me u shpërngul, me lanë, me dinën, respektivisht vend banimet të tyre, ko den baba den, ku atë gjatë me qindra vite, kishin banuar në te. Allahu për përshkruan edhe me tej se si rrje dhe kja, dhe për thotë Zoti, yukhribune buyutahum bi ejdihim wa bi ejdil mu'minin. Ata i prishin shtëpitë e veta, apo i prishnin e rënënën shtëpitë e veta me duart e tyre, po edhe me duart e besimtarve. I prishnin shtëpitë e veta ka disa kuptime, disa mendime të komentatorëve. I prishin shtëpitë e veta, mos mjalan muslimanëve me i gëzu, se dini që muslimanët po hinë vend tyne tash. Andaj i prishnin dyert, prishnin detaret, prishnin tavanin, që as më ishin me marrë me veti, prishnin. Për inati e për mlefi që kishin kundër muslimanëve, mos mjalan muslimanëve me gëzu. Thuhet i prishnin shtëpitë e veta, që ka shenë diçka që është i mirë, ta ishin edhe mjeshtër, ishin njerëz me parë, ishin zanatlije, për dynja, kishin danat mira, nëse kishin do një drut mirë, do një artë mirë, diçka në gdhendë, nëse diçka e mërën atë e heqnin, edhe me vetin me marë. Ata është dhe me prish diçka për me marë diçka. Ndërsa i prishnin edhe besimtarët, është fjala besimtarët të i prishnin pas tyne, i prishnin për me heci lirë shumë, për me mujtë me hymbranda lirë shumë, sepse nuk ka mundësi që ata rezistojnë. Andaj, për me hapë rrugën, luft me hapë rrugën, kanë prishë edhe shtëpitë që kanë pasë për para musliman, në mënyrë që ushtria muslimane, në mënyrë që nëse ndo njëri për i ty në reziston, me pasë musliman të hapësirë për një kundërpërgjigjë. Mund tjetë kënjet për kuptimeve. Yukhribune buyutahum bi ejdihim o bi ejdil mu'minin, fa'tabiru ya ulil absar. Këta i mërën plaçkat e tyne dhe dolen ashtu që shujo vape i tha pejgamberi dhe shkua në Khajber. Krejt këta. Me përjashtim të dy personave, të cilët u bën musliman, tha ne nuk dalëm. Ne bëhëm musliman dhe që drojna këto në Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me musliman të tjerë, njëri për tyre Yamin ibn Amr ibn Ka'b, Yamin. Në tonë kam zhdënia, janë gjithë e emnin Yamin. Jo Bunyamin, ka Bunyamin, ka Yamin. Dy të emnat që futbe. Bunyamin është emër pejgamberëve, Yamin. Njëri për tyre, Yamin ibn Amr ibn Ka'b, ndërsa tjetri, Ebu Sa'd ibn Wahb. Këta të dytë, për që futbe, e pranuan islamin dhe mbetën në Medinë, thani është ka një nuk vila. Kështu që përfundoj çështja e fisit Banu Nadhir dhe mbeti pronë e muslimanëve. Kjo ngjarje ndodhi që 17 me lartë në muajin Rabiul Awwal të vitit 4 Hijri, respektivisht të vitit 625 Gregorian. Allahu në fund të ajetit po thot fa'tabiru ya ulil absar, prandaj mësoni nga kjo o ju të zotët e mendjes. Mësoni merrni besim. Ja se që ka bën një madhe Zot. Kundër atyre të cilët i dalin e haptazi karshi Allahut, karshi pejgamberit, e kundërshtojnë Allahut, e kundërshtojnë pejgamberit. Mendojnë se janë të paprekshëm, mendojnë se kalate fortifikatat e tyne, pasunia e tyne, ushtria e tyne të tjerë, kanë me mbrojt, i dalin bëllë, por asgjë nuk i del bëllë, për pëllë, ushtrisët madhe të Allah, Azza wa Jall.
Allah është i pamposhtur. Ai triumfon kur të don, te bareke ve taala. Dhe se mbledhni mend, përfitoni, merrni pse se asnjë sebeb, këta e morën sebepet shumë, asnjë sebeb nuk e lan ta marr. Sebepet nuk kryjn punë përballë kaderit të Zotit, përballë urdhrit të Allahut. Këtë urdhër e Allahut ishte që këta më dëbu për aty. Shkojmë tek ajete tjera në shpejtësi se koha dhe ashtu kaloj. Thot Allahu: "Walaula an kataba Allahu alayhim al-jalaa la'adhabahum fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati adhabun nar." Sikur Allahu mos të kishte caktuar atyre shpërnguljen. Ata të dëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër për ta ka dënim të zjarrt. Walaula an kataba Allahu alayhim al-jalaa. Sigur se mos ta kishte shënuar i madhi sot në Lauhul Mahfuz, para se me kriju dynjan dhe çka ka te. Mos ta kishte shënuar atje, se këta qifot ka për të dëbuar. Pra u ka lecu dënimin këtë dynja. Po të rëgën se u ka lecu dënimin këtë dynja, nga se në Lauhul Mahfuz e ka caktu i madhe Zot e ka bo kader, që këta njerëz, ty këti fisi, mos më vra, por me dal. Me lëshu vendin, ama jetë aty në me ju shpëtu. Po mos të kishte caktu këte Allahu, la'adhabahum fi dunya, do të kishte dënuar në këtë dynja. Do të kishte dënuar me vrasje, me zërje e rëb, që është veproj me fisin Kurejshit në Bedër. Por Allahu i mshërejta në këtë dynja. Ta që fët i mshërej, kështë kështë të caktuar, urësia tina, vullneti tina, që me i dënu lehtë, e që është dëbimin nga vend banimi i tyne, por jo edhe me i vra, apo me i nëzanë rëbë. O lehun fil ahiret e adhabun nar, ama në ahiret, për ta ka dënim të zjarët. Atjo dënimi malë, për ta i pret dënimi randë, sepse kanë bu kufër Allahot, sepse kanë mëhu pejgamberin, e kanë kundërshtu pejgamberin, sepse kanë luftuar Allahun dhe pejgamberin tina dhe kështu më radhë. Dhalike benihum shaqqullaha wa rasulehu. Këtë për shkak se i u kundërvyn Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra pse i erdhi këtë dënim prej Allahut? Pse Allahu apruni këtë fund të keq, të nënçmuar për buzës tyre që fotve, sepse ata shaqqullaha wa rasulehu, sepse ata kundërshtuan apo i kundërvyn Allahut dhe pejgamberit të tyre. Ata i kundërshtuan pejgamberët të Zotit më herët. Ata i luftuan pejgamberët të Allahut më herët. Ata edhe i vranë një numër të madh pejgamberë më herët. Ata i gjetën behane librave të Zotit. Shtuan, pakuan librat të Zotit. Ata e ndryshuan fejnë që kështë të përzgjedhur Allahu i madhruar. Ata edhe pasi që u bindën se pejgamberi Muhammed është vërtet pejgamber, me syn ballë e kundërshtuan, e mohuan, madje dhe luftuan. Pra i kundërvyn Allahut dhe të dërguarët e tij. Wa man yushaqillaha fa inna Allah shadidul iqab, e ai i cili i kundërvyhet Allahut dhe ta di se Allahu e dënon ashpër. Pra e merituan këtë dënim, Allahu s'kujt zullum nuk i bën. Andaj Allah i dëbëj dhe i nëzore i prej Medinës. Ma qatatum min linetin, o të rektumuha qaimeten, ala usuliha, fe bi idhnillahi, wa li jukhzija l-fasiqin. Në gjdo palë, hurme, që e keni prerë, apo keni lëmë në këmbë, e keni bërë, atë me lijen e Allahut. Në mënyrë që t'i pashtrej Allahu të pabindurit. Qëka i bije kja? Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kër shkaj me rëthue, fisin Banu Nadhir, urdhërej shok të vetë, me i prej disa palmë, hurma, dhe me i dijek. Në njërë që me lëshu rrugën, për me afru, se ata këshin shumë palma,
rreth fortifikatave tyne. Shumë pallëme, shumë hurme. Në mënyrë që me lëshu rrugën për sëllëm. Po të njëjtën kohë mund të ketë qenë qëllimi i friksu ata, që na jena të vendosur, deri në fund, këna me majtë rrëthimin, ju keni me udërzu, ose keni me vdek më rana, me të reguë sinceritetin e madhë që e kanë në këtë sëllë muslimat. E që kjo është metodologji ushtarake, strategji ushtarake. Thuhet një hurme e prenë, një dëgjë. E disa selef kanë thonë 6 hurmi kanë prej, heq ma shumë ja. Por që fëtë, që ku që menojnë ata? Kur e bën këta muslimant, pa marësush 1, 6, 5, 10. Nami nuk e bën. Kur e bën këta muslimant, që fëtë pejnë ata në fortifikatave, kalave, për i thënë, o, Muhammed! Që shtu të mësën feja jote ty, ja? A ke gjetit dikon në shpalljen që ta kanë zbrit Zotit ty, se pjesë e shpalljes është me bu fesadën tokë? Se begi ti po prish, po shkatëron, shkatërimi është fesad. Ti po pretendon se ke ardhur me përhap mirëqenje, siguri, mirujt natyren, mirujt vlerat. E ti po shkatëron, që shtu mësën feja jota? Kjo e rëndoj pak pejgamberin dhe sahabët. Ama Allahu ju përgjigj. A shef? Allahu ju përgjigj. Dhe zbriti këta jetë Allahu për thëtë, në çdo palmë që e keni prerë, apo këtë se keni prerë këni lanë me fryte, e keni ba me lenë e Zotit. Allahu e ka ardhur pejgamberin tina, e pejgamberi tina e ka ardhur musliman të shtartë, bëje në këtë. Pra, po thënë është për Zotit, që për Zotit është. Që është për Zotit, të bareke o ta'ala. E pëse Allah ha bënë këtë, të bareke o ta'ala, o li ju khëzi e lëfasikin, në mënyrë që të i pashtraj të pabindurit. Të i nënçmaj, të i pashtraj, të i përbuz. Pra urdhëri Allahut ishte, që të veprojnë kështu musliman, e që shtash është tradit, apo pjesë strategjike ushtarake, e që përdore pejgamberi alayhi salatu wassalam, ani pse në parem nuk lejohet djegja, prishja e gjysendeve, drojve të tjirë në për luftra, përpos nëse kërkan nevoja dëmëzdëshmërisht dhe shef të nevojshme komandante se do të bëni gjatë të tjilë. Por, për ndryshe, ne nuk bëjmë fesad, ne nuk shkatrojmë, ne nuk prishim si musliman, ne nuk djegim. Dhe ja këtu pejgamberi alayhi salam nuk i vra, ta mujti me vra njën nga një, por nuk ka arme vra njerëzën. A i ka arme që dinën e Zotin vend. Këta e thyen besën, e thyen shkelen marrëveshjen, këta përpo që me vra pejgamberin e Zotit, andaj Allah Azza wa Jall deshi me i dëbu, me i nxirr, me i hiq, me i largu pe Medinës, dhe ashtu dhe veprej madhi Allah te bareke ve taala. E Allah në fillim e ceko se Allah është hakim i urtë, fjalët e tij, veprat e tina kanë mundësi të përkryer. Allahu din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.